Black Friday ka mëritur në Etos Parfumeri. Këtë vit kemi përgatitur diçka të veçantë për të gjithë dashamirësit e parfumeve dhe kujdesit të lëkurës. Prej datës 18 deri në 22 nëntor do të gjeni uljet më të mëdha të vitit me zbritje nga 10% deri në 50% në brendet më të dashura dhe më prestigjioze, që nuk i gjeni shpesh me çmime të tilla. Etos Parfumeri, aty ku luksit i bie çmimi por jo cilësia. Black Friday ka mëritur në Etos Parfumeri. Këtë vit kemi përgatitur diçka të veçantë për të gjithë dashamirësit e parfumeve dhe kujdesit të lëkurës. Prej datës 18 deri në 22 nëntor do të gjeni uljet më të mëdha të vitit me zbritje nga 10% deri në 50% në brendet më të dashura dhe më prestigjioze, që nuk i gjeni shpesh me çmime të tilla. Etos Parfumeri, aty ku luksit i bie çmimi por jo cilësia. Hello goca, doja t'ju rikujtoja që dhe Lovren ka bërë ulje në të gjitha farmacit për sa i përket Black Friday dhe ja disa nga produktet që unë ju sugjeroj që të merrni. Kemi këtë lipstikun, është ngjyra ime e preferuar, rënjish si ngjyrë. Elin, Black Infinity. Është zakonisht shumë, sepse të bën goxha diferencë tek qerbikët. Kemi bronzerin, që është fantastik dhe dashuroj. Gjithashtu edhe një blush për everyday, për ato që nuk duan të duken shumë faqet e lyera. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.